Madje për ta perifrazuar edhe një deklarat që ka bërë jo pak buj të vetë presidentit amerikan Donald Trump ka qenë ajo e vlerësimit për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, duke vlerësuar kontributin e tij, duke theksuar që kudo që është përfshirë ka fituar luftra dhe nuk ka dashur që dalë publikisht si një forcë apo si një lider që ka zgjidhur probleme në lindjen e mesme, madje thuhet që tha vetë Trumpi me gojën e tij që edhe kur ka probleme në NATO mundon që të ndërmjetësojnë mes Trumpit për të arritur tek Erdogani për t'i bërë kështu një lloj elozhe për sa i përket fuqisë e Erdoganit, apo jo? Gjavair, keni drejt, mendoj ma tepër diçka. Sepse jo vetëm duke e cilësuar me fjalë miradije dhe epitete, mendoj që Turqia zenitin e vet, nëse mund ta quaj kështu, momentalisht sot e ka arrit me fuqinë dhe bumin e industrisë ushtarake. Dhe këtë e thot edhe vet presidenti amerikan, që është njëra ndër shtetet më të fuqishme ushtarake. Dhe kjo tregon pastaj për një president vendit të rritet edhe imizhi dhe mund të them gjithë ai nder që i bëhet një personaliteti. Sot në botë njerëz mund të bëjnë lajka të ndryshëm ose mund të jenë ata që afrohen dikon apo ju thuhet fjalë për qëllime të ndryshme, fjalë të mira dhe vlerësime, por te Turqia është më ndryshe. Besoj ne në Ballkan nuk e kuptojmë mirë, kishte qenë mirë edhe ne shqiptarët që përfundimisht të kuptojmë që Erdogani, Turqia se s'lidha shumë me personalitete, po fuqia turke është një lloj furie. Ne kemi komplekse dhe paranoja të ndryshme. Dhe njerëz këtë bëjnë gabimin, mund të them drejtën, sepse sot në botë ka interesa dhe aleanca që janë të nevojshme për ty. Sepse ne edhe me qenë kundër Turqisë, ai ka hapat e vet dhe zhvillimin e vet, po është interesin tonë të kemi një korrespondencë të tillë. Por nga ndonjëherë njerëz nga naiviteti apo mosnjohuritë apo edhe urrëtia që mund të thëmë përçuditshme, që unë nuk e kuptoj të them drejtën. Por të dalë te tema atje, mendoj që Trump e konsideron fuqinë turke jashtëzakonisht vendimtare për gjithë linjën e mesme. Por mendoj edhe më tepër, edhe në konfliktin, edhe në luftën e Ukrainë, kuptohet edhe në luftën për Nagorno-Karabakh, Azerbajxhan-Armeni, Turqia ka qenë, mund të them, shtylla kryesore. Mos harrojmë edhe Izraeli ka dhënë ndihmë të madhe Azerbajxhanit, jo vetëm me instruktor, por edhe me teknologji, sepse sot interesat e tilla në botën islame janë të ndana në disa elemente ose ato vende që kanë arrit të krijojnë raporte për mirëqenien apo sigurinë e tyre më të rehatshme, kanë bërë dille të tilla edhe me Izraelin, që konsiderohet në zhargonin e përditshëm në botën islame, sidomos tash me atë që ka ndodhur në Gaza. Por mendoj që fjalimi i Trumpit në Knesetin izraelit ka treguar shumë. Bile ka një citat, një fjali kur thotë që ju i keni fituar të gjitha. Dhe kjo më ka lënë përshtypje, edhe pse që një reagimi një deputeti të majt ku kërkon që të njihet shtetin e Palestinës. Ky është një proces që Trumpi nuk e thot me gojën e tij. Bile mendoj që lobi izraelit ka qenë i aktivizuar të dy ditë në lloj goditje ndaj Trumpit për mos pjesëmarrjen, mos prezencën në nënshkrimit në Egjipt Benjamin Netanyahu, meqense këtu ka qenë, mund të them, ndikimi i Erdoganit që nuk ka dash ta shoh me sy të them kështu thojza suratin t'ia shef në atakim për shumë arsye dhe do të godite edhe brenda. Por është me interes që Turqia është një faktor mes dy poleve e cila lohatet në disa momente, mirë po prap është, mund të them, një ure pak kapërcyeshme për perëndimin. Por Davet Bahçeli, lideri më e pas bashkëqeverisë i Erdoganit, ai plaki i politikës turke, ka shprehur disa projekcione të tij që Turqia duhet ta rishikojë të ardhmen e vet sa i përket aleancave. Dhe këtu është ajo frika që
Po, me gjithatë një vendosje trupave qoftë paqëruese turke në territorin e rripit të Gazës në çfarëdo lloj le ta themi përshkallëzimit të mundshëm të ndonjë konflikti apo ndonjë mësymje të re të ushtrisë izraelite për në enklavën palestineze mund shkaktonte ndoshta luftën e tretë botërore, të cilën vetë presidenti amerikan Donald Trump në konferencën e tij kur nënshkroi edhe paqen në Egjipt theksoi se më në fund e ndaloi ato që mund të sillte edhe luftën e tretë botërore.